Një fenomen shumë i mrekullueshëm që ka qenë atë kohë, do të thonë gjitha martesat që janë bë, jo vetëm fshatin Vllahi, por edhe në Shalë në përgjithësi, do të thonë nusja është bartë me këtë veturë. Në për shumë, do të thonë shumë fshatra të ndryshme të Shalës. Kështu që gjyshi im, si vozitës jo vetëm i kësaj veture, por ai ka qenë edhe shofer i autobusit për 37 vite, 7 muaj saktësisht. Atëherë kjo është vetura e gjyshit tim, Niman Miftari, i cili para 60 vitesh, do të thonë 60 deri në 50 vite më parë, ka qenë vozitës i kësaj veture fillimisht. Kjo është vetura e parë në fshatin Vllahi, do të thonë në kohën kur ai e ka blerë këtë veturë, në fshat nuk ka ekzistuar asnjë veturë tjetër. Kështu që me këtë veturë, do të thonë janë ende gjithë banorët që kanë pas mundësi për ndonjë rast specifik, që kanë pas do të thonë ndonjë nevojë të veçantë. Gjyshi im, Haxhi Niman Miftari, ka qenë gjithmonë i gatshëm që t'i bartë ata dhe deri në momentin e fundit kur do të thonë kanë mbaruar nevoja e tyre për një rast caktuar. Një fenomen shumë i mrekullueshëm që ka qenë atë kohë, do të thonë gjitha martesat që janë bë, jo vetëm fshatin Vllahi, por edhe në Shalë në përgjithësi, do të thonë nusja është bartë me këtë veturë. Në për shumë, do të thonë shumë fshatra të ndryshme të Shalës. Kështu që gjyshi im, si vozitës jo vetëm i kësaj veture, por ai ka qenë edhe shofer i autobusit për 37 vite, 7 muaj saktësisht. Kështu që ka qenë i njohur në gjithë rajonin, jo vetëm të Mitrovicës, por edhe me Gjergj, dhe ka pas një, do të thonë, ka qenë i njohur për ato qëndrimet e tij dhe për shpirtbardhësinë e tij për të qenë afër gjithë atyre që kanë pasur nevojë. Albulena tha se megjithse e vjetër, vetura mban një rol të veçantë në kujtimet e familjes dhe fshatit, një dëshmi e përpjekjeve, e udhëtimeve të përbashkëta dhe një epoke që nuk kthehet më. Jo vetëm këtu, por edhe prej diaspore, që sepse si fillim njerëzit nuk e dinë, pa pas njohuri për atë rast, nuk e dinë, por pas bisedave të ndryshme kështu me radhë, me të vërtet kanë qenë shumë të interesuar me ardhmë, me bo fotografitë e kjo veturë, sepse gjithë ata që e dinë historinë e saj ndjehen shumë më mirë kur janë pranë saj. E ceke që ishte gjyshi juaj i cili në atë kohë për herë të parë ka dalë me makinë, edhe një farforme i ka thyer ato tabut, të theme të asaj kohe, sepse e dim se mjetet transportuese kanë qenë më të pakta, në atë kohë ka qenë ndoshta kali është shfrytzuar për me udhëtu, nga shkolla të shtëpi ose anasjella, që tregona ka qenë kjo theme personaliteti i familjes Miftarit që janë të vendosur në ato se çfarë duan të bëjnë, janë të gatshëm të thënë tabu edhe të jenë më të veçantë. Tregona pak më shumë, ka qenë kjo? Në përgjithësi po, kur po flasim para më shumë se gjysmë shekulli, normalisht që është një krenari për shkak se në atë kohë, siç e dim, ka qenë sundimi i atill që janë munduar që shqiptarët jo vetëm në aspektin e shkollimit apo diçka tjetër, por edhe në çdo aspekt tjetër të lënë të mangët, por ndihem shumë krenar që në këtë aspekt ka qenë kontribues gjyshi im, sikurse në çdo aspekt tjetër që kanë qenë kontribues persona tjerë, do të thonë secili e ka bërë atë që ka mujt, mundësinë që ka mujt. Kështu që është e rëndësishme edhe në këtë kohë të jemi një brez që rikujton atë kalume,